Kombëtarja e Serbisë shpresonte të kishte një shans për të fituar një vend në Kupën e Botës përmes play-offeve, por kombëtarja e Kosovës u aprishi planin ditën e hënë. Konkretisht, 16 ekipe kombëtare do të marrin pjesë në fazën eliminatore të ndarë në 4 minigrupe me nga 4 ekipe secili dhe fituesit e secilit grup do të kualifikohen për kampionatin botror. 12 ekipet e dyta nga grupet kualifikuese dhe 4 ekipet kombëtare më të mira nga Liga e Kombeve që nuk u renditën të parat ose të dytat në kualifikuese do të vendosen në play-off. Serbia kishte shpresa për të siguruar një vend nga Liga e Kombeve dhe për këtë ndër të tjera asaj duhej që Suedia të përfundonte midis dy ekipeve të para në grupin e saj. Megjithatë, mbrëm Kosova festoi në mënyrë sensacionale në udhëtim te Suedia me një gol të Fisnik Aslanit, kështu që tani Serbia ka gjasa vetëm teorike. Suedezët do të duhet të fitonin të dyja ndeshjet deri në fund, Kosova do të duhet të humbiste të dyja dhe Suedia do të duhet të kompensonte diferencën e golave në krahasim me kosovarët që e ka -4 aktualisht. Nga ana tjetër, Serbia ka pak shanse për vendin e dytë në grupin e saj dhe duhet të surprizojë Anglinë në Wembley ose Shqipëria të dështojë në Andorë.